Një incident është raportuar në qendrën e mediave të festivalit të këngës Eurovision, që po mbahet këtë vit në Vjenë, ku një pjesëtare e delegacionit të Serbisë ka tentuar të pengojë valvitjen e flamurit të Kosovës gjatë performancës së përfaqësuesit shqiptar. Sipas anëtarit të Eurovision Kosova, Albert Limani, i cili ndodhi në sallën e mediave bashkë me ekipin e RTK-s, duke ndjekur paraqitjen e Shqipërisë, një grua nga delegacioni i Serbisë erdhi dhe tentoi t'u largojë flamurin, duke pretenduar se nuk lejohet në atë hapësirë. Derisa po festonin bashkë me kolegë të tjerë paraqitjen e Shqipërisë në Eurovision, në qendrën e mediave në Vjenë, një grua nga delegacioni i Serbisë erdhi dhe tentoi të na heqë flamurin e Kosovës, duke na thënë se ky flamur nuk lejohet këtu. Sigurisht, ajo tentoi ta prek, por nuk e lejova dhe u kthye mbrapsht. Flamuri i Kosovës do të valojë dhe do të lejohet gjithkund, ndërsa ne do ta mbrojmë me çdo kusht, ka shkruar Limani në Facebook, duke publikuar edhe një video nga momenti i incidentit.